me vllahic dhe stër vllahic, përmbysi piramidën e pagave. Ky Shakaxhi, Zhgaravitus, që ka zero ide për shtetin, nuk kuptoj që po i vinë të kazmen. Po i vinë të kazmen në themel piramidës pagave, duke caktuar rrogat që i thoshte vllahisa, e cila raportet në komisioni i dërgonte nga zyra e tij, i mirte nga zyra e tij. Çdo gjykatës sot ka 100% të drejtë të mos pranojë piramidën ekzistuese. S'është çështja e niveleve. Është çështja sepse ky një prokurori në prokurorinë speciale i jep një rrogë 2 herë më të madhe se gjykatësit kushtetues. Ju më ndëgjuar çfarë thash për ta. Po prapë të s'mund ta bëj shteti. Shteti është detyruar t'i qëndrojë hierarkisë. Ka hierarki. Dhe kjo hierarki përcakton rrogën më të lartë në Republikën e Shqipërisë, presidenti i Republikës. Pastaj tjetri e tjetri me radhë. Kurse ky vetë ka votuar piramidën, vetë ka votuar në kushtetut, ligjin. Ç'po kërkojnë shoqata e gjyqtarëve dhe gjykatësit? Të zbatojnë ligjin. Prandaj dhe unë nuk do isha kurrë në mbështetje të tyre, po të mos ishte kjo. Ky ka përmbys piramidën, ky është përgjegjësi kryesor. Hajde zgjidhë tani, nuk luhet me piramidën e rrogave. Urdhë. Çfarë ndodh tani? Na thot pak, si do e zgjidh? Si do ta zgjidh? Ata kanë të drejtë e Zotit, kanë të drejtë e kushtetues, kanë të drejtë e ligjit në pretendimin e tyre.